A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Shikues të nderuar, selam aleikum. Vazhdojmë ne çdo javë me një podcast. Sonte kemi mysafir në podcastin me Frim Hoxhën e nderuar Ibrahim Sulejmani. Mirëse. Tema të cilën kena me diskutu Hoxhë është xheneti, tema ime e preferuar. Inshallah dhe përfundimi im e jote është inshallah Zoti. Andaj edhe kena me folë për xhenetin, inshallah. Si për fillim, si pyetje të parë, këtë që i kom nënvizu disa pyetje, dhe më janë 10 pyetje, është kështu, pyetja e parë. Njerëzit që do të hyjnë në xhenet, a do të hyjnë si rezultat i veprave që i kanë bërë këtë dynjë, apo si? Bismillah, salatu wassalam, rasulullah. Pyetja që vërtet don pak sqarim, që Allahu dhul Jalal si krijues absolut. Njeriu e ka kriju me qëllim të vetëm. Padyshim se Zoti në Kur'an pohon dhe thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kanë kriju e gjinët e njerëzit përpos që ata të më adhurojnë mua. E tash, njerëzit të cilët kanë pranuar këtë ftesë, këtë thirrje të madhe të Allahut dhul Jalal, hynore, edhe që janë përcaktuar për këtë rrugë, vërtet qëndrojnë në rrugën e Zotit dhe punojnë për atë që kanë bindje të plotë se përmes asaj që veprojnë këtë jetë, për hir të asaj vepre apo për hir të atyre veprave që e bojnë, fillimisht imani, besimi, as që i ndan njerëzit. Atë ndahen rrugët besimtar ndaj Zotit dhe mohues ndaj Zotit dhe parimeve të Zotit. Atë që e potencova dhe thash se Allahu nuk ka kriju, do thotë, Allahu pohon dhe thotë, nuk kam kriju e gjinët edhe njerëzit përpos që të më adhurojnë mua. Shtrohet pyetja, çka nuk kuptojmë me fjalën adhurim? Fjala adhurim, apo definicioni i adhurimit është emër përmbledhës i çdo gjëje të cilën e don Allahu. Çdo send. Nuk kuptohen nga ajo se adhurimet janë të kufizuara në ato që neve i kryjmë brenda ditës, brenda javës, apo brenda vitit, apo brenda jetës një herë në jetë, sikur që është çështja e haxhit. Emër përmbledhës i çdo gjëje që e don Allahu. Tash, kjo vepër që ti e ban, edhe neve e bëjmë, është prej veprave që Allahu e don. Një fjalë e mirë, një përshëndetje e mirë, një neje e mirë, një sjellje e mirë, është ibadet të Zotit. Vepër që ka llogaritet ibadet të Allahu dhul Jalal. Qoftë ajo që është fjalë apo vepër. Qoftë ajo që është që thuhet apo veprohet haptazi apo fshehurazi. Prandaj Allahu dhul Jalal në për shumë ajete kuranore vërteton se innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Në shumë ajete kur i dëgjoni kështu kur thot Allahu, vërtet ata që kanë besuar dhe kanë qenë vepërmirë, kanë punuar vepra të mira. Po, a ka prej njerëzve që nuk kanë besuar edhe nuk kanë punuar punë të mira? Apo ka prej besimtarëve që kanë besuar edhe punojnë vepra jo të mira? Ka, nga gjitha tiparet. E këtu dallohen njerëzit. Do thotë se kush çka zgjedh në jetën e tij. Qoftë që është besimtar, edhe është vepërmirë, Allahu ka treguar se çka ka përgatit. Apo që beson edhe nuk punon, do thotë në këtë rrugë, Allahu e din se çka bën me ta. Apo qoftë që është besimtar, edhe bën vepra të liga, në këtë rast, edhe për atë, Allahu e din se çka bën. Prandaj, krejt që do të hyjnë në xhennet, fillimisht, edhe parimisht, do të hyjnë në mëshirën e Allahut. Se krahas asaj çka neve e punojmë, çka e veprojmë, fitimi i xhenetit është shumë vështirë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë se askushi nuk do të hyjë në xhennet me veprat e tij që i bën. Kur ti kishish veprat e tona, çka neve i bëjmë,
krahas shpërblimit të Zotit edhe mirësive të Allahut që na ka dhënë para xhennetit në këtë dynjë, nëse nalim edhe llogarisim në vetveten, vërtet kemi pas se dhuntit e Zotit dhe mirësitë e Allahut për njeriu që atij ja ka dhënë që nga kjo dynjë, para se të hyjë në xhennet, që mirësitë e Zotit nuk kanë fund atje. Shikoti, mëshira e Allahut që është zbritur në tokë, një pjesë e mëshirës së Allahut, sa Allahu ka bërë mëshirë, po çka themi neve, 99 pjesë tjera që Allahu i ka ndalë për atje. Prandaj, pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke qenë me shokët e tij, në praninë e shokëve të tij, flet për xhennetin dhe ju tregon edhe i mëson. Po, i njëjti tregim edhe të njëjtat mësime dhe udhëzime e vlen edhe për ummetin. Për neve si ummet. Çka thot? Thot, askush nuk do të hyjë në xhennet me veprat e tij, me punët e tij që i bën. Namazi, agjerimi, Ramazani, haxhi, zakati, sadakaja, sjellja e mirë. Krahas xhennetit janë shumë pak. Por mëshira e Allahut që thash. Atëherë i thonë ja Resulullah, o i dërguari i Allahut, as ti thot asun, përpos që Allahu të më përfshijë me mëshirën e madhe të tij. Subhanallahu. Xheneti aq i mirë është, aq i madh se veprat tona nuk e mbushin atë. Absolutisht që me fitu xhenetin. Xheneti fitohet vetëm me mëshirë. Po. E mëshirën e fiton ai që e meriton. Po, ajo është se, do thotë, të arrish të mëshira e Allahut, duhesh të bësh këto punë. Atë që Allahu na urdhon dhe udhëzon pejgamberi alayhis salatu wassalam. Për me arritë të mëshira e Zotit të madhe, që është, do thotë, e papërshkrueshme. Tregohet një tregim që është edhe hadith i vërtet nga pejgamberi alayhis salatu wassalam që Allahu dhul xhelal që nga popujt tjerë më herët para ummetit të Muhamedit alayhis salatu wassalam, njerëzit që kanë jetuar dhe jetë më të gjatë se sa që neve jetojmë. Kur të llogarishin jetën tonë 60-70, po tash me hyn në ato 60-70. Kur ta shohish një periudhë në zhomë, një kështu. Periudha e fëminisë, periudha e rinisë, periudha, do thotë, shkatave ti, jo gjumi, jeta, puna, ajo kjo, kur ta mirësh adhurimi në nshtrimin ndaj Zotit, del shumë pak. Edhe kanë jetu njerëzit tash më gjatë. 500 vite adhurim ndaj Zotit. 500 vite të mëdha, krahasim me neve shumë. Shumë. Edhe kanë ardhur, do thotë, me lajket e pyesin, Allahu i çon me lajket. Pyet në thotë. Se nëse hyn në xhennet, do të hysh me punën tënde që ke vënë, me adhurimin tënd ti që ke vënë, me vitet e tëra, me shekuj këtë rast. Edhe apo me mëshirën e Allahut. Ai ka menduar se vërtet e ka adhuruar Allahun shumë, edhe mjaftueshëm, edhe ka qenë i bindur se do të hynë me punë që i ka dhënë. Ka thonë me punë të mira. Allahu urdhon me drejtësi veprohet. Për atë, çdo herë kur e lutim Allahun dhul xhelal për atë jetë, për llogari që Allahu na llogarit me mëshirën e tij, jo me drejtësinë e tij. Jo me drejtësinë e tij. Se me drejtësinë se ne fitojmë xhenetin, a? Shumë vështirë. Prandaj urdhon Zoti dhe thotë vendoseni veprimtarinë e tij, punën që e ka bërë, adhurimin që e ka kryer ndaj Zotit me vitet të tëra, dhe një prej dhuntive të Allahut gjysmën, sytë që Allahu ne ka dhënë, dy sy. Janë një sy. Shikimin. Jo shikimin, kretë shikimin. Janë një sy. Po. Edhe mateni, se cila do të peshon më shumë, padyshim se dhuntit e Allahut të vetë njeriu, do thotë, nuk arrihet që neve ta bëjmë atë kompenzimin e mirësive të Allahut t'ia kthejmë me këtë adhurim të pak që ja bëjmë Zotit. Prandaj krejt që do të hyjnë, fillimisht do të hyjnë me mëshirën e Allahut. Kurse veprat janë si shkak, si sebeb për të arritur të mëshira e Allahut edhe për të hyrë në xhennet me mëshirën e Allahut. Ama nuk po du me përfundu këtë pyetje, pa e parashur një pyetje qartë për xhamatin e thjeshtë, mos ta kesh kuptoj.
Po, xheneti nuk fitohet me veprat tona. Domethënë edhe pejgamberi ka thonë, i cili ka folë gjithë natën, namazet. Mirë, po kjo s'do me thonë që dikush mundet me thonë, po mos i kanë ashtu, unë nuk po falë, nuk po bëj vepra, se të më shiroj Allah i hinë xhenet. Po për atë thash se do thotë Allahu që ka dërgu profet edhe libra, njerëzit për t'i thirrë në besim dhe bindje ndaj Zotit. Edhe për kushtim ndaj Allahut azza wa jall. E atëherë Allahu kërkon prej neve diçka, jo në kompenzim të asaj që Zoti na i ka dhënë krejt ato mirësi. Mirë po, të dallohen njerëzit, të dallohen adhuruesit edhe mohuesit. Që në jetën të gjykimit ose kjo konë adhurues, ke fiton në xhenet. Sigurisht. Prandaj tregohet se dikush para se me vdek, edhe njerëzit që i ka pas për aty. Kanë fillu me qajtë. Mërzia dhe brengosja dhe do thot kanë pas dert, sa herë kemi dert neve për njerëzit tonë se ku do të shkojnë. Po, ku do të shkojnë. Po, edhe ka pyet, thot, që tash unë pas kësaj, ku shkoj? Ku është fundi im? Ka thonë, të Zoti. Thot, vallahi, kemi fitu. Pse? A ka një bindur dhe me gjithat ka vepru, ka punu. Ka adhuru Zotin. Normal, po. S'ka çka më dudoj. Vallahi, thot se prej Zotit nuk kemi gjetë për posë se mirë. Wallah, çka kana? Nuk kana i lanë që më i mirë për ato që dutën për vdekjes. Po. Ku i të shku të Zoti? Po vit për Zotit vit se në të mira në Po shohë. shikoti, njerëzit sa të këqija bojnë këtë jetë. Po, para, do thot, kohën e të mëhershme, faraoni, shumë njerëz që janë konë dihet historia të tënve, Allahu me gjithat ju ka dhënë afat. Çdo herë duhet shkojmë nga kjo se krejt ata që bojnë padrejtësia dhe janë zullumqare dhe janë padrejtë dhe janë arrogante, nuk ju nënshtrohen Zotit, kur ata jetojnë, duhet na shkon mendja se Allahu i jep afat që ata përmirësohen edhe të kthehen te Zoti. Dhe Allahu i pranon, subhanallah. Shiko, me kanë ke punë, me çfarë krijuesi. Allahu azza wa jall i pranon dhe i fal. Neve në këtë jetë, jo dikush i largët me ta bëni padrejtësi, po fëmia jot apo një antar i familjes me ta bëni padrejtësi, apo një i afërt me na bëni padrejtësi, mundohemi me akthyen sa më keq apo dy fish apo ku diu nëse them, si shprehja. Kurse Allahu azza wa jall njerëzve ju jep afat që ata të përmirësohen edhe të kthehen te Zoti edhe do thot të arrin të fitojnë mëshirën e Allahut azza wa jall. Shumë ka pëlqyer që kjo që e tregove, domethënë personi ka qenë në dergje të vdekjes, familjarët janë mërzit, me atë brengën që ku do shkoja, ai thotë, për shkohë mërzit, unë jam shku te Zoti, kum fal namaz, kum agjëru, pi Zotit vetë gjana të mira mundën me po. Kjo është ilaç për ata që friksohen nga vdekja. Domethënë adhuron Allahun, falën namazin, edhe s'ka çka mund të për vdekjes. Absolut. Tash ndoshta do të vim edhe atje. Te ajo me kalimin e kohës që do thot njeri nuk ka bërë shumë vepra të mëdha, po i ka kryer obligimet që i ka pas ndaj Zotit, edhe Allahu, pejgamberi alayhis salam e ka përgëzuar me xhennet. Po. Tash edhe çdo besimtar që punon ato vepra, padyshim se një ditë me mëshirën e Allahut do të arrijë shpërblimin e tij të madh. Shpresojmë. Inshallah. Ja. Shkojmë me pyetjen e ditës se unë në vizu këtu. Inshallah. Kujt do t'i hapet i pari dera e xhenetit dhe kush do të jenë të parët nga njerëzit që do të hyjnë në xhenet? Kjo çështje është shumë madhështore, pasi që Moment madhështor. Neve, po sigurisht momenti nuk përshkruhet, do thotë të afrohesh të dera e xhenetit, padyshim se kush mund të jetë dikush tjetër përpas Muhamedit alayhis salatu wassalam. Sallallahu alaihi wasallam. Allah, do thotë atë që Allahu e dalloi
jo ndër krejt njerëzit, pa dyshim, po ndër profetët. Alayhimu salatu wassalam. O njerëz ndiqni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E atëherë, pejgamberi alayhi salatu wassalam do të jetë ai pari që, këto janë krejt sende që Allahu i ka rregullu. Edhe atë e ka përgatit. Jo vetëm për këtë botë, por edhe për atë botë. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atë e ka thënë Allahu mëshirë për të gjitha krijesat. Mëshirë. I mëshirshëm këtu, po i mëshirshëm edhe atje. Edhe pas krejt asaj që do ndodh ditën e gjykimit, tash jeta, kur të këshish, kur të marrësh llojet e jetës, është shumë interesant. Jeta në, do të thotë para lindjes në barkun e nanës, foshnja, sa kohë merr? 9 muaj, eventualisht dikush më herët. 9 muaj. Jeta e kësaj bote, tash 60, 70, 80, eventualisht plus minus. E tash, kur ti krahasojsh këto dy jetë, 9 muaj, 60, 70 vite, 80 vite jetë, është dallim i madh. Jeta në varr. Sa do të jetë? Nuk dihet Allahu vetëm. Do të prej kur, prej te Ademi alayhi salatu wassalam, deri tash, sa mund të llogarisim se njerëzit sa janë në varr, e deri ditën e sotit. Tash kur ta këshirsh jetën e kësaj bote, krahasim me jetën e varrit, është një keq. E po, jeta e ditës e gjykimit është edhe më e gjatë se kjo dunja. Do thotë një ditë e asaj bote është sen 1000 vite të kësaj dunjaje, një ditë. Pas sa zgjatë shumë. E krejt këto, më në fund, do të vjen pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe do të merr lejen për t'ju hap dera e xhennetit, banorëve të xhennetit. Edhe troket në derë. Pejgamberi sallallahu Alayhi salatu wassalam, po. Dyrët e xhennetit janë 8, dyrët e xhenemit janë 7. Edhe kujdestari që qëndron bas derës së xhennetit do të pyet, kush troket, kush është në derë? Thot Muhammedi, alayhi salatu wassalam. Thot po, për ty jam i urdhëruar që ti të ta hap derën e xhennetit, askujt tjetër. Pra, pejgamberit alayhi salatu wassalam do t'ju hapet dera e xhennetit i pari. Edhe him pejgamberi. Po, sigurisht. Njeriu më i madh në historinë e njerëzimit. Sa të shame i ka pas, sa maltretime, sa bile dhe tash, Tortura, sa karikatura i bëjnë e gjithçka. e shkel Mirë xhenetin. po, pa që e ka zgjedhur Allahu dhe e ka dalluar. Sallallahu Ta alaihi rrim t'i bajnë, do thot, diçka që është ta në çmojnë apo ta ulin, megjithatë edhe pse mundohen, Allahu atë ka ngritur dhe ka lartësuar. Triumfues në këtë Wa dunjë rafa'na dhe në ahiret. Wa rafa'na laka dhikrak. Ty, o Muhammed, do thot, të kemi ngrit edhe të përmendurit tënd e kemi ngrit. Tash, shikoti, sa përmendet pejgamberi alayhi salatu wassalam. Miliarda, triliona herë në ditë. S'mund ta llogarisish. Njeriu më i famshëm. Sigurisht. E ati do t'ju hapet Dera. fillimisht. Mas pejgamberit alayhi salatu wassalam, do të hyjë një grup në xhennet që janë ndjekësit e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Sallallahu alaihi Do të jenë muhaxhirët. Ata që kanë imu Mekës. Po, në kasë. Edhe atyrve do t'ju thuhet edhe do të pyeten, a keni kryer llogarinë? Keni përfunduar me llogarinë? Do thonë, ata do të përgjigjen se neve, përderisa jemi kanë jetë, krahët e tonë nuk kanë pushu nga ajo që neve t'i bajmë shpatat në krah, edhe të luftojmë në rrugën e Allahut.
dhe të triumfojë dini i Allahut dhe fjala e Zotit. A ka mos i visni blic të të ndali, se shtash frikë kesh në Mekë në numrin muajin august ngusht. Nxehtim madh, se është pa të më shkoj menja, tash subhanallahu sahabët kur kanë luftuar xhihad. Po. 50 sepen, nxehtim madh. Ne me klima se ne bësh vini umre se këto kanë luftuar. Se e përmend e shpatat, fol vazhdo. Edhe, do thotë që pyetën, a e keni kryu llogarin? A keni përfunduar me llogarin? Do thonë se neve prej dynjas nuk kemi pushu nga ajo që ti dalim karshi armikut apo armiqve të Allahut dhe ti dalim Zot fesë Allahut dhe fjalës së tij. Prandaj, muhaxhirët thuhet se do të hyjnë në xhennet 40 vite do të qëndrojnë në xhennet, ata 40 vite do të qëndrojnë në xhennet pa hyrë tjertë. Hala pa hyrë tjertë. Ata janë të Proces. Presin normal. Proces. Edhe, gjithashtu thuhet në hadith se njerëzit e varfër para atyre të pasur do të hyjnë në xhennet një gjysmë dite. Sa është ajo gjysmë dite? 500 vjet. 500 vjet përpara. E tash, edhe pse Allahu do thotë ka edhe për njerëzit e pasur që do të hyjnë në xhennet pa dyshim. Ebu Bekri. Po, sigurisht ata që kanë bën Punë të shumë mirë. mirësi, do thotë kanë qenë në rrugën e Allahut. Ti dallojmë gjanat ki Po, fugaron, normal. që ki pasur të Prej mirë. gjitha tiparave, Po. pa dyshim. Tash, pa dyshim se ata që do të qëndrojnë në xhennet 40 vite me fjalët e tona, po 40 vite në të asaj bote janë shumë. Po. Cila është mosha e banorëve të xhenetit? Për shembull ne këtu vdesin, shembull, ai që vdes 70 vjeçar. Kur të rinjall, kur të jetë banor i xhenetit inshallah. Çfarë moshe do të ketë? A ka më konë 70, Po. a ka më konë më... Ose fëmijë ka po, dek, po, po. Për këtë çështje, njëherë, pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke qenë aty pranin e njerëzve, ka lënë një nan e moshuar, një plak e moshuar, një besimtare në moshë të thyer, edhe ata njerëz kanë qenë interesant, sa herë synimi dhe qëllimi i tyre ka qenë që të arrijnë xhenetin. S'ka pas ata të arrijnë pasuri, të arrijnë luksi, të bëjnë një pallat, të bëjnë një kerp, s'ka pas në atë kohë, normal. Po synimi dhe qëllimi i tyre sa herë ka qenë xheneti. Ja, thot, ja Rasulullah, o i dërguar i Allahut. Una, a do të hyjë në xhennet? Ka me hyjë në xhennet? Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kjo ka thonë pak në formë të mahis, hajgares. Jo seriozisht. Edhe pse ka qenë pjesë e jetës, edhe ai, më thotë edhe ata, ndonjëherë kanë përdorur humorin, po humori këndshëm. Edhe thotë, në xhennet nuk ka plaka. Ajo brangoset. Mërzitet. Ajo synon xhennetin, tash pejgamberi alayhi salatu wassalam. S'ka të zër plaka. Plaka në xhennet. Shumë haram. Po nëse s'ka xhennet, çka ka me pas? Allah i na rujt. Në xhenet. Xhenem. E sheh se mërzitet edhe brangoset edhe ka marrë seriozisht fjalën, thotë jo, me lokë thotë. Ti në xhennet do të jesh e re. Do të jesh në moshë të re. Edhe atëherë normal se e merr lajmin e mirë dhe lajmin e duhur atë që e ka synu dhe ka pas për qëllim. Mosha e banorëve të xhenetit pra është një moshë. Ata do ta kenë moshën 33 vjeçare që thuhet. 33 vjet. 33 është mosha më e mirë. Nuk, do thotë, Top form kur je. Sigurisht që nuk ka pleshni, nuk ka gajle, nuk ka derte, nuk ka probleme, nuk ka stres. Pra, janë një moshë edhe
Do thotë janë përjetime çka vërtet kur Kur'ani apo pejgamberi alayhis salam i përshkruan janë do thotë përjetime të përhershme që atje s'ka as vdekje, as brenga, as smuje, as probleme. Veç kënaqësi e Thuhet se në momentin kur secili xhennatli kur do të hynë, secili xhennatli kur do të hynë, momentin kur do të hynë, është një burim. Thuhet edhe përmendet në Kur'an, Selsebila, e keni një Selsebila. Po, aty do të shpërlahen. Njerëzit do të hynë xhennet, do të pastrohen. Po, edhe aty do ta kenë një mosh, edhe vdekje nuk ka. Në një shprehje ka njëherë thënë se edhe vdekja vdes. Do të sillet vdekja në formë të një kafshë të dashit. Edhe do t'ju thuhet banorëve të xhennetit, o ju banorët të xhennetit, përjetësi pafund, kënaqësi. Do thotë pafund, edhe pa vdekje. Po edhe banorëve të xhenemit, do t'ju thuhet, o ju banorët të xhenemit, dënim të përhershëm edhe pa vdekje. Allah na ruaj. Amin inshallah. Domethënë haxhia i cili vdes në moshën 80 vjeçare në xhenet inshallah do të jetë bukurosh 33 vjeçar. Po. Shumë interesant. Hoxh, a do t'ju fol Allahu banorëve të xhenetit? Muhabet kështu. Stakfurullah, nuk po du me përmendat në katërsi, po me fol Allahu me banorin e xhenetit. Padyshim se Zoti në atë botë do t'ju fol, do t'ju drejtohet banorëve të xhenetit. Ai ka fol Musa alayhis salatu wassalam për kësaj dunjaje që është këtë. Po. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka komuniku, mirë po pa Zotin. Pa, normal. Veç Musa alayhis salam ka fol. Po, ka fol, po. Edhe ka argument që Allahu do t'ju fol banorëve të xhennetit. Edhe në këtë rast, kur xhennetlit do të hyjnë në xhennet, Allahu do t'ju drejtohet banorëve të xhennetit edhe do t'i pyet. Pa aty do të gjejnë çdo sen të mirë që syni se ka pa, as që dikujt menje i ka shku që ka diçka të tillë apo ekziston diçka e tillë. Edhe të mahnitur nga mirësitë e xhennetit, do të mendoj se s'ka më të mirë se sa kjo që kemi gjetë, edhe normal. Po thotë shka sende që nuk përshkruhen. Atë që ka thënë pejgamberi alayhis salam, se në xhennet ka atë që syni se ka pa. S'ta ka pa syni në dunjat. Atë që mendja ta merr apo zemra ta ka ndjej. Edhe qëllimi i Zotit këtë rast është për diçka tjetër. Tash, neve kur bëjmë ndonjë gjest çka Allahu e ka ndalu. Tash, çish është raporti jonë me Zotin, a thu? A thu Zoti, jo që nuk është i kënaqur, po i dhëruar. Po, Allahu na ruaj nga ato. E tash, Allahu kur do t'i strahon apo do t'i vendos banorët e xhennetit në xhennet, edhe krejt mirësitë që janë në xhennet do t'i shohin dhe do t'i përjetojnë edhe do t'i jetojnë. Do t'i thotë, o ju banorët e xhennetit. Pra këtu Allahu ju flet. A doni ndonjë të mirë ma shumë se sa kjo? Do thënë, o Zot, ma mirë se sa kjo që kemi gjetë në xhennet. Ne ka dhënë të gjitha, nuk mendojmë se na duhet diçka apo kemi nevojë për diçka tjetër. Thotë Allahu, ju siguroj se ka diçka më të mirë se kjo. Pra, unë prej sot jam i pajtuar me ju, edhe më kur nuk do të zemrohem me ju.
Inshallah jena prej atyre. Po, do të thonë, kur më nuk do të zemrohen me juve. Atëherë, Allahu, do thotë, është razi dhe i pajtu edhe i kënaqur me banorët e xhennetit. Padyshim se ata paraprakisht janë razi dhe të kënaqur me atë që Allahu ja ka dhënë aty në xhennet. Po. Domethënë kur flet me Allahun, kjo është mirësia më e madhe. Ka mirësi edhe më të madhe se ajo. Po. Ta shohim tash. Okej. Vazhdojmë. Në xhenet përmendin se jo, kjo pyetje e pestë. Banorët e xhenetit ato të zgjejnë mirësi më të madhe se ajo që Allahu do ju flet atyre. Po. Kjo pyetje. Po. Me krejt ato mirësi që Allahu ua e jep banorëve të xhennetit, për jetimet e mirat në xhennet, edhe pa fund, edhe me atë që Allahu ju flet, ka një mirësi që ka vërtet ajo. Është kulminacioni i mirësive, apo i mirësisë. Edhe Allahu do t'ju thot banorëve të xhennetit, prap do t'ju pyet. Pas asaj që Allahu deklaron para atyre se unë prej sot jam razi dhe i pajtum me ju edhe nuk do të hidhërohem me ju, atëherë Allahu Azza wa Jall këtu shpalos perden nga vetja dhe madhënia e tij edhe xhennetlit do ta shohin madhin Allahut Azza wa Jall. Domethënë do ta shohin Po, Allah. xhennetlit kanë me pa Zotin në xhennet. Thuhet se ata që janë në Firdaus, Allahu na bëj prej tyre, Amin. kanë me pa Allahun dy herë në javë, që shtuhet ajo. Po. Ama Allahu tregohet se për çdo, Banor xhenetit. jo çdo ditë të xumë, banorët e xhennetit do ta shohin Allahun. Edhe vetë fakti që ta shohin do të kënaqen. S'ka kënaqësi më të madhe ajo. Nuk. Vula e kënaqësisë në xhenet. Ashtë, shiko, jemi të kufizuar. Po, dhe. Jemi të kufizuar. Këtë ta kemi të qartë. Se, do thotë tash logjikisht, nëse ndalemi edhe pak mendojmë, vërtet logjika e njeriut është e kufizuar dhe nuk mund të arrijë të kapë të sende. Mirëpo, atë që Allahu e ka thënë në Kur'an, edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, e ka treguar me fjalët e tij, ne ashtu e besojmë. Po. Edhe neve e besojmë, atë që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, se banorët e xhennetit do ta shohin Zotin në xhennet. Dhe kjo është kulminacioni i mirësive që do t'i përjetojnë xhenetlit në xhennet. Nuk ka të mirë më shumë se sa, më të madhe se sa me pa Allahun Azza wa Jall. Allahu na mëson. Allahu na mëson. Hoxh në xhenet përmenden që ka lumej. Në Kur'an i lexojmë Po, lumej. po. Janë të përmendur si që potencova dhe ceke në Kur'an se në xhennet ka lumej. Ka lumej që rrjedhin ujë, ka lumej që rrjedhin që në të ka qumësht, tamër, po, që xhenetlit do t'i shfrytëzojnë të gjitha këto. Janë prej mirësive të Allahut në xhennet. Çka ato nuk kanë fund, nuk kanë përfundim. Absolut. Ka lumej që rrjedhin me verë, vena. Shembull, po, mos na shkon me një se ajo që është në dunjë, është në ahiret absolut jo. Ajo që është në dunjë, që është ndaluar, ajo de. Ajo është, do thotë, mirësia e Zotit, çka do thotë shija çdo mirësi e Allahut Azza wa Jall që është në këtë jetë dhe në ahiret, do thotë nuk kanë natyrshmëritë e njëjtë. Do thotë edhe pemt e perimet edhe mirësitë e Zotit që janë në Allah, do thotë nuk e kanë shijen atë që e kanë këtë dunja, apo kësaj dunjës mund ta kenë asaj që është. Ka edhe lumë prej mjalti. Mjalt rrjedh në xhennet dhe nuk harxhohet, nuk përfundon kurrë. Këto janë lumejt që janë në xhennet, Allahu që i ka përgatitur për xhenetlit. Allahu na mësoft që Të shijojnë. të shijojmë. Amin inshallah. Hoxh për veshjet e xhenetlit, çish kanë me konë xhenetlit të veshur.
Pa dyshim se edhe veshjet e xhennetlive, Allahu edhe këto ne ka treguar në Kur'an. Tash, në këtë jetë, Allahu Azza wa Jall, që na e ka quhen nga mirësitë e tija të shumta, se thotë Allahu in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Një prej mirësive të Zotit, jo krejt mirësitë e Allahut. Në këtë dunja, jo për atë botë. Një prej mirësive të Allahut, nëse ndalin edhe marrin bëjmë llogari, s'mund të llogarisim. E tash në atë botë, veshjet e banorëve të xhennetit janë të papërshkrueshme që janë nga mëndafshi. Nga mëndafshi, më i mirë që mund të ekziston ndonjëherë në atë botë, në xhennet, që mëndafshi këtu për këtë botë, për mashkullt, është haram, ndaluar, po normal, kurse për femrat lejohet. Nga mëndafshi, masandej, do thotë është ari, altani, është argjenti, edhe çdo herë, do thotë xhennetlit që Allahu ua ka dhënë ato mirësi, çdo herë, do thotë vinë që për çdo ditë, për çdo moment, për çdo kohë, ato do thotë bëhen edhe më të hishëm, edhe më të bukur, edhe më të pashëm me atë që Allahu do thotë ua ka mundësu ta gëzojnë, edhe t'i përjetojnë ato mirësitë e Allahut në xhennet. Që ngjyrat e tyre, ngjyra që s'pashkruan, edhe kualiteti që Allahu e di më së miri që ka përgatitur në xhennet. Ushqimin e xhennet hoxha? Edhe ushqimet, atë që thash pak më herët. Çdo sen që është në xhennet nuk ngjan me atë që është në këtë dunjë. Xhennetlit në xhennet, pa nga ushqimet që do t'i kenë aty, janë prej mirësive të Allahut, do thotë nga shpend, nga mishi, nga gjitha llojet. Tash je në atë vendin ku jeton, ku banon, ku Allahu të ka vendos, vetëm me të shku mendja për diçka, vetëm me të shku mendja, do thotë ti e ke gatshme, të vjen e gatshme. Jo me shku mu lodh, apo me harxhu, mos ka atje, s'kam, apo duhet me siguru me shku me punu, me siguru familjes, ja, nuk ekzistojnë ato sende. Atje Të vjen ushqimi, po, vetëm veç mendoj atë. Edhe pse kanë me tallë ateizës, po ani tallë, s'ka problem. Ju tallë, ne besojmë, ditën e gjykimit e shohmi. Sigurisht. Kush tallët i fundit, dhe shohmi mos. Allah na boft me atij që do ta shohim ushqimin e xhenetit. Hoxh, na fol pak për jetësinë e xhenetit. Në xhenet. Tash, pa dyshim se më herët po të mësum dhe thamë se në xhennet, apo Allah në rujtë në xhennem, ata që do të hinë, në xhennet do të jenë të përjetshëm. Ma, aty nuk ka vdekje, nuk ka fund. 1 milion vite? Ja. Ka kufi. 1 miliard vite ka kufi. Pak janë ato. Normal. Ato janë për këtë dynja. Po, edhe në këtë dynja më kanë, përfundojnë. Vjen fundi. Mirë, po s'ka fund. Absolut nuk ka. Tash, përjetësi pa fund. Allahu Azza wa Jall, edhe këto se ndej ka tregu në Kur'anin familjar, ku Allahu tregon se njerëzit do t'i përjetojnë mirësitë e Zotit pa fund. Pa fund, s'ka afat, s'ka mbarim. Tash, s'mund me thonë sa. S'ka sa. Nuk parashtrohet sa. Pa fund. Gjithashtu edhe ata banorët e xhenemit, edhe ata pa fund. Tash, çështja pak, jo që po dalim neve, po i vjen momenti të cekët se
Xheneti dhe xhenemi janë të krijuar. Janë të krijuar. Xheneti po çdo ditë zbukurohet, po çdo ditë të kësaj dynjaje që neve kalojmë, zbukurohet po xhenetlit. Xhenemi kërkon leje nga Allahu Azza wa Jall që të merr frymë. Që të merr frymë, pse? Do thonë nga ajo që ka shtypje të madhe, nga nxehtësia apo ftohja e madhe, se ka xhenem edhe nxehtësia dhe ftoft. E tash verës që bëhen nxehtësia e madhe. Allahu e ka leju xhenemin që të merr frymë 2 herë. Gjatë verës dhe gjatë dimrit. Nxehtësi i madh që vjen, e që njerëzit e përjetojnë, është nga ajo që Allahu e ka leju xhenemin që të marrë frymë, e jep nxehtësin e vet, apo edhe dimrit që jep ftohtin e vet. Subhanallah. Hoxh, u kënaqëm duke dëgju për xhenetin deri tash. Falë na këshillon si të jemi prej banorëve të xhenetit, si të bëhemi prej banorëve. Vazhdoni inshallah. Amin ya Rab. Bëhemi. Kokër shpinës nuk bëhet valla. Po, kokër shpinës punë dënjas nuk bëhet. Lemë Një xhenet. punë dënjas. Po, duhet Unë edhe vëm kontribut edhe lodhi, po edhe për xhenetin. Po, ka njëherë ata që kanë bindje në Zot, edhe janë të nështruar ndaj Allahut Azza wa Jall, vallahi, lehtë është. Kur ta këshësh, apo për të kanë nuk është lehtë. Po çish është lehtë, tash çosh e forsa valla. që Zoti na ka udhëzuar, na ka drejtuar në këtë fe. Po, po thati, qohesh sabah, e fal sabahin. Ma let mos ka ku me shku. Për t'i kanë do të shumë si me him majt kodë. jo, dikush është në gjendje 8 orë, 10 orë me punu punë fizike, Po. edhe sa rëndësi në banë, nuk ka në gjendje një organ asgjë skille se ka Me i largu. me largu më shumë e falsa. Subhanallah. Në fillim e thekën se këtu ndahen njerëzit, po kush ka zgjedh për vete. Ai që ka e kja argoni, ka forsa, po e fiton xhenetin. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë se i ka përgëzu njerëzit besimtarët që shkojnë me falë namazin e sabahit dhe namazin e yatsijes. Do thonë në terr, me dritë të plot xhennet. Jo plus një E për tash, tjerë po sigurisht, e tash Allahu që ta ka dhënë mendjen, logjikën, po ti vetë ju drejtohesh për kësaj dhunjaje. Qish më bën banor i xhennetit? Ban punë të mira. Besoj Allahun, besoj Zotin, ban punë të mira. Largohu nga të ligat, banu i dashur të njerëzit, duaja të mirën të njerëzve, edhe kone Kone namazin. Po normal që ato çka. Tash bashkë të namazit do të vinë aty. Edhe njëherë, pejgamberi alayhi salatu wassalam Sallallahu me shokët e vet, duke qenë në xhami, thotë ka me hin një person, tash në xhami, është për xhennet lime. Edhe mirë, kur e shohin sahabët. E njohin. Edhe 3 ditë me ranë qështu. Edhe, thonë, Omer radiallahu ta'ala anhu, ka shpreh vullnet dhe dëshirë, të shkon të ai njeri të sheh se çfarë punë është u bë, çka punon ky njeri, çfarë ban, diçka e dalloi pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe e përgëzoi këtë me xhennet. Kurse ai se ka ditë që çka ka fol pejgamberi alayhi salatu wassalam për ta. Thot o filan, thot, kam një problem në shtëpi, edhe a ka mundësi me mba konak do net, që derisa ta kaloj edhe te i kaloj këtë zonk, këtë problem, të bojnë mërdon. E shkon, edhe e sheh. E sheh se ky njeri nuk ka shka punon shumë, diçka tepër nga ajo çka e kanë punu sahabët, apo e punojnë besimtarët. Njëjtët namazin, edhe punë të hajrit, thot, o ti filan, në fund. Thot, shiko, thot, unë s'kam pas ndonjë problem,
apo ndonjë zank në familje, po pejgamberin alayhi salatu wassalam e kanë dëgjuar kështu të thonë për ty, edhe të përgëzuar me xhennet, që thotë do të hyjë në xhami një person, është prej banorëve të xhennetit. Po dashta me ardh me zbulu prej te se çfarë mshefet te ti çka ty ka përgëzuar pejgamberi alayhi salatu wassalam me xhennet, apo e ka çu pejgamberin alayhi salatu wassalam që ty të përgëzon me xhennet. Thotë kjo që e pave nga unë, diçka ma tepër, jo, thotë ka diçka më sheft. Po thotë, është një çështje se unë kur bin gjumë me pushu, me flet, thotë në zemrën time nuk baj keq për askant. Nuk jam mendoj të keqën askujt. Shiko, një punë e hajrit. Tash, ai personi që ka qenë në shkretim, edhe është ndalë me marë, edhe është eshtu, do thotë ka pas nevojë me pi ujë. Është, do thotë ka ndje eshtje, edhe kur ka dalë, e shë Allahu nderoft një qenë. Kafsh, shka neve ndoshta nuk e llogarisim, apo e gjujmë, apo e vrasim, apo e dim nëse shka. E tash, kur e ka pa, edhe aja është eshtuën për ujë. Zbret, edhe e mbush atë këpucën apo si ta quj, ato që ka pas mbathur, me ujë dhe i ka dhënë qenit të pinë ujë. E për këtë gjest, Allahu Azza wa Jalla e ka falë, dhe e ka bërë prej banorëve të xhennetit. E punë, neve nuk e dim se cila punë, cila vepër bëhet shkak për të hyrë në xhennet. Për atë gjithherë duhet të shkojmë nga ajo që neve mos t'i llogarisim punë të vogla. Mos na duken sytë tonë, po ja jap një ujë dikujt, nuk kam bën ku me ditë sa, apo ja ndihmoj për diçka, nuk kam bën ku me ditë se çka të madhe. Mirë po te Allahu mund të jetë shumë e madhe, që Allahu për hir të asaj vepre, për hir të atij gjesti, Allahu të shpërblen në xhennet. Mundësit janë të shumta, duke shku nga ajo që paraprakisht duhet të jemi besimtar të udhëzuar në rrugën e Allahut Azza wa Jall, edhe të qëndrueshëm në atë duke kryer obligimet mas pari ndaj Zotit që i kemi, padyshim, edhe duke qenë në atë çka Allahu e don dhe e shpërblen. Hoxhë, pyetja e fundit është, kush do të jejë fundit të zotit? Padyshim se çdo send që ka fillim ka edhe përfundim, ka fund, edhe hyrja në xhennet. Ka fundin e vet ku do të jetë banori i fundit që do të hyjë në xhennet, ku thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam se do të jetë një person, kush ai person, kanëherë duhet me na shkumendja se mund të jenë unë. Së dihet atë, Allahu e din. Allahu na rujt. Mirë po, duke u bazuar në atë se për njerëzve gjithçka ka. Për njerëzve ka shumë të ligë që punojnë punë të liga. Mirë po, është besimtar. A më të ligat ja kanë mund, ja kanë te kalu, e ka tepru në të liga, edhe ka bërë punë të këqija. E aj, ka qenë besimtar. E tash, derisa Allahu do ta pastron atë njeri, do të pastrohet, do të dënohet në xhehenem, në xhehenemit, Allahu na rujt. Edhe kur Allahu ka caktuar se ai njeri është pastru, do të urdhon melekët që ta nxjerrin prej xhehenemit. I lodhur nga dënimi i madh i xhehenemit, Allahu na rujt. Atëherë Allahu do t'i folë, thamë se Allahu do t'i folë atyre. Edhe këti personi Allahu do t'i folë, edhe do t'i thotë, hinë në xhennet. Do të shkon, do të afrohet të xhennetit, do të shahë se është mbush xhenneti, s'ka vend. Do të kthehet o Zot, nuk ka vend. Nuk pas ka vend për mu. Kana plotësua dhe pas kanë zanë vendet njerëzit. Allahu
thot shko hynë në xhennet. 3 herë. Edhe ky me një formë shprehet në atë mënyrë se po Zot që kemi neve në shprehjen tonë se s'mund me gjetë fjalë ndryshe, thot Zot po tallesh apo po ban hajgare në mund se s'ka vend. Në këtë rast, pejgamberi alayhis salatu wassalam është qesh. Kur po thot kjo ka nga ana e Zotit që Allah më ka paralajmëruar pejgamberin alayhis salatu wassalam se po thot çka që si komunikon ky njeri, ky person me Allahun azza wa jall. Edhe kur i thot Zotit kështu, pejgamberi alayhis salatu wassalam ka qesh. Edhe Allahu do t'i thot shkojnë në xhennet, për ty kam përgatit xhennet shpërblim 10 fish më shumë se sa në dynjaja. I fundit. Fundit. E çka për tjerët. Më pak meritori. Po sigurisht. Edhe ai. Prandaj xhenneti është shumë shkallë, shumë i lartë. Domethënë i fundit fiton ç'ky dynjë më pas dikush sot, 10 herë. 10 herë. Për atë mirësitë e Allahut. Nuk kanë fund. Mëshira e Allahut është shumë e madhe, që kopra sa është e madhe, i njeri i fundit. Kom dëgju Hasan al-Basri, se dikush shpresoj të jam ç'ki unë, thotë. Se po, inshallah. Domethënë ish mjaftuar me ç'ket ti. Vashtë Allahu, inshallah. Amin. Allahu për kësaj dynjaje në nxjerr me iman, Amin. që është vepra më madhështore që njeriu mund ta bartë me vete për kësaj dynjaje për ahiret. Imani dhe punë të imanit. E që ato do t'i sjellin dobi në atë botë, do t'i sjellin dobi në varr, padyshim, do t'i sjellin dobi në ditën e mahsherit, ditën e llogarisë, po do t'i sjellin dobi edhe për të hyrë në xhennet, për të arritur mëshirën e Allahut të madhe. Në atë ditë madhështore, ku është mëshira e Allahut, 99 pjesë, ku edhe kjo pjesë që është një në këtë dynjë, do të bashkangjitet me ato pjesë 99, dhe do të bëhet mëshira 100% e Allahut azza wa jall, që Allahu do t'i mëshiron robët e tij në atë botë, e që do të marrin shpërblimin më të madh të Allahut azza wa jall, xhennetin. Bashkë Allahu na baft për banorët e xhennetit. Amin ya Rab. Amin. Allah të shpëlbeft, faleminderit shumë. Shifemi në një podcast tjetër. Për xhenemi me po, radhën tjetër. Allah i madh. Po normal. Duhet më të cekë edhe ajo, inshallah të bëjmë. Po, vallahi se do të na rrit. Amin. Amin. Sa Shikues të nderuar, kjo pra ishte emisioni me Hoxhën Ibrahim Sulejmani. Shifemi javën e ardhshme.